siç bën Trump me shtetet jashtë Amerikës, pra i teston, i nxit, i mban, i shtyn shumë, i ngre disa teza të paarritshme për ato shtete derisa fillon ulet dhe negocion. Tani kjo është politika. Amerika shumë e fortë se ka i siç e nisa në fillim, është sistemi i tillë që tregon që balanca pushteteve funksionon. Fatkeqësisht, si në çdo pushtet, si në çdo sistem, është ai njeriu i thjesht, punëtori i thjesht i cili do vuaj gjithmonë, dhe në këtë rast nuk janë një apo dy, janë për afërsisht 3 milion Amerikanë të prekur drejt për drejt nga ky bllokim i buxhetit, pra nga ky bllokim i qeverisë. Sepse janë ata të cilët mbajnë rrotën, mbajnë ingranazhin e funksionimit burokratik, dhe burokracia është fjalë e mirë që do të thotë mban sistemin në këmbë, është mekanizmi që mban shoqërinë të funksionojë, janë ata të cilët kanë rrezikuar para, bankat gjithashtu, edhe jashtë vendit janë vizat që nuk lëvron me shpejtësi, kemi gjithashtu sistemi shëndetësor, mësuesit, forcat ligjpatuese, pra preken shumë çka në Amerikë nga kjo shutdown, pra nga ky bllokim i qeverisë. Por më besoni për këtë dosje, unë uroj të mbyllet sot ose nesër, sepse janë ulur për të negociuar, por nëse zgjat, unë mendoj që nuk është e drejtë të bësh filibuster, pra të zgjasësh me kalime të gjata, të dalësh në rrjetet sociale, që këtu kuptohet politika. Pra nuk po dihet për diskutuar me çështje konkrete. Nëse demokratët kanë argumente, mund t'i rendisin për 5 minuta argumentet e tyre. Për ata në kjo për këtë do doja që t'ju pyesja, apo i përdorin demokratët kërkesat për subvencionet e shëndetësisë si pretekst për të ruajtur ndikimin e tyre politik, pasi vetë zoti Trump edhe pas rezultateve zgjedhore, kryesisht edhe për Bashkinë e New Yorkut, e konfirmoi që rezultati që morën republikanët i atribuohet në një farë mënyre edhe shutdownit. Po, patjetër, sepse në politik asgjë nuk është e rastishme. Pra, këtë nuk është se është një përkufizimi imi që e përdor me studentët apo në studi televizive. Kjo e para vjen nga përvoja politike në 6 vitet e fundit, se çdo gjë është politike, dhe e dyta sigurisht që është tekst shkollor, dhe thënë edhe nga politikanët më të mëdhenj të gjithë botës. Kështu që shutdowni me fitoren ose edhe pa fitoren, nuk do të diskutojmë dhe këtë kam përshtypjen të Mamdanit, por gjithmonë janë lëvizje kirurgjikale. Pra, lëvizjet kirurgjikale në politik janë të mirë për llogaritura. Pra, është momenti i bllokimit të buxhetit, sepse kemi zgjedhjet që është një nga, për mua është kryeqyteti i botës. New York City është kryeqyteti i botës, jo vetëm një qytet kryesor në Amerikë, që mbahet si i dyti për nga rëndësia pas Washington DC-s, por personalisht unë mendoj është qyteti më kryesor, është kryeqyteti i botës, New Yorku. Kështu që New Yorku, duke patur këtë rëndësi, mos harrojmë Wall Streetin, mos harrojmë ekonominë, turizmin, vlerën që ka paraja, aty është çdo gjë është në New York, kultura është në New York. Pra, doni një siguri të plot demokratët për të marrë New Yorkun, që është i tyre, është bastion i tyre. 100% është bastion i demokratëve. Dhe kemi nga ana tjetër bllokimin e buxhetit. Pra, unë jam edhe këshilltar politik. Nuk do e merrja, mos ta marrim në mënyrë drejt për drejtë. Por kjo është shumë e thjeshtë, pra, është një llogaritje shumë e thjeshtë për të bërë presion tek buxheti, ndërkohë që ke zgjedhjet për bashkinë e kryeqytetit të botës që është New Yorku. Por, po thoja për filibusterin, edhe po thoja për zgjatimet. Ky është një nga arsyeja. Pra, demokratët përdorin një mekanizëm që janë rrjetet sociale, televizioni, e ka nisur Bill Clinton në fakt që promovoi të gjithë
çështjen e mediatizimit të përpara se të kalojmë tek rasti të paktën ndoshta edhe më specifik i New Yorkut, do doja që të pyesja se si mundet faktikisht një superfuqi botërore që ndalon se funksionuari për shkak të një bllokimi politik të brendshëm dukshëm, e ka kufizuar edhe presidentin amerikan Donald Trump, i cili tashmë nuk po bën më një politikë globale dhe është përqendruar vetëm brenda Amerikës, paktën për momentin. Po sigurisht, ja dhe diçka tjetër, pra, çdo forcë politike ka mekanizmat e veta, kur flasim për një demokraci, sepse po mos ishte demokraci, gjërat do ishin shumë ndryshe, siç zgjidhen në 90% të vendeve tjera të botës, pra ekzekutivi fillon, nuk e njeh gjykatën shëtuese apo supreme në këtë rast, nuk njeh kongresin, fillon blen siç gjëra që nuk duhet i përsërisë janë ballkanike dhe lindore në botë, tu flasim për një demokraci funksionale, tu flasim për një republikë në fakt, po me sistem demokratik që funksionon. Dhe Partia Demokratike do luajë mjetet e veta, do përdori paterisat e veta, sepse ka kundërshtar politik Donald Trump. Dhe ja tani, teksa ne diskutojmë, po e marrim me shumë qetësi. Folëm që, pra, teksa është bllokimi i buxhetit, çfarë po ndodh në këtë rast? Po ndodh çfarë? Ndodhi që ishte edhe zgjedhjen në New York. Po tjetër çfarë po ndodh? Po ndodh që Donald Trump është i fokusuar për të shuar luftën në Ukrainë, Rusi, të cilët doktrina Trump është shumë ndryshe nga që mendojnë evropianët dhe demokratët në Amerikë. Po gjithashtu Donald Trump çfarë diskutuar këtë ditë? Do të ndërtojë në bazat ajrore të Sirisë, do çojë 1000 trupa amerikan, nuk ka ndodhur kurrë. Sapo Azerbajxhani do i bashkohet të Abrahamic Accords që po bëhet gjithashtu dhe me Izraelin, pra po ndodhin shumë gjëra geopolitikisht të pandodhura më parë. Dhe a duhet sulmuar Donald Trump nga demokratët për gjithë këto arritje? Po sigurisht që ata do përdorin mjetet e tyre. Dhe mjeti i tyre që është më së kuptueshëm është edhe bllokimi i buxhetit, se ky është një mjet politik. Por tu flasim në mënyrë disiplinore dhe po flasim si intelektual dhe studiues. Por nga ana njerëzore, kjo pengesë shkakton dëme të mëdha, shkarkime nga puna dhe falimentime për shumë Amerikanë, madje arrin deri në 3 milion Amerikanë të cilët preken në mënyrë të drejtë për drejtë nga ky bllokim i buxhetit.